Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë Republikës Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, nëpërmjet rrjeteve sociale informoi se Kuvendi me propozim të Ministrisë së Jashtme dhe Tregtisë miratoi ndryshimin në ligjin për punë të jashtme. Kjo sipas tij sjell një hap thelbësor drejt profesionalizmit të diplomacisë dhe përmirësimit të kushteve për diplomatët maqedonas jashtë vendit. Ministri Mucunski informoi se pas më shumë se një dekade po bëhen ndryshime thelbësore duke krijuar një kornizë të qartë ligjore për zbatimin e dy prioriteteve kryesore, profesionalizmin në shërbimin diplomatik dhe përcaktimin e kompetencave të Ministrisë në fushën e tregtisë së jashtme dhe investimeve. BDI shpreh shqetësim për rezultatet e fundit të konkurseve të brendshme në drejtorinë e të ardhurave publike. Sipas përfaqësuesve së opozitës shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut në konkursin e brendshëm të datës 26 shkurt, u rritën në përgjithësi 26 maqedonas, por asnjë shqiptar. Sipas BDI-s, kjo praktikë është një tregues alarmues i rikthimit të politikave diskriminuese të së kaluarës që rrezikojnë bashkëjetesën dhe karakterin multietnik të shtetit. Eftojmë qeverinë që të japë me njëherë sqarim se si është e mundur që në vitin 2025, në një shtet që synon antarësimin në Bashkimin Evropian, të ndodhin këso paparazisht etnike, pandjesi turpi dhe papërgjegjësia. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të heqë ndaj këtyre padrejtësive. Do të ndërmarrim të gjitha masat politike dhe ligjore për të ndaluar këtë degradim institucional të shqiptarëve. Njëkohësisht apelojmë edhe tek bashkësia ndërkombëtare, që me vëmendje të ndjek këto prirje që çojnë drejt prishjes serioze të ekuilibrit ndëretnik në vend. Kryetari i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, paralajmëron se nuk ka një largim të plotë aleancës për shqiptarët nga qeveria. Pas dorëheqjeve të disa funksionarëve qeveritar, Kasami tha se kjo pjesë e aleancës për shqiptarët edhe në të ardhmen do të jetë pjesë e partisë së përbashkët me të njëjtin emër. Aleanca për shqiptarët është pjesë e rëndësishme e Vlenit dhe ata do vazhdojnë të jenë pjesë e Vlenit, do të vazhdojnë të jenë edhe pjesë e qeverisë. Kasami paralajmëroi se ata individë të cilët bashkëpunojnë në ndonjë mënyrë apo formë me BDI-n nuk janë të mirëseardhur. Ne kemi thënë që në fillim që nuk do të pranojmë të bashkëpunojmë me individ të cilët në një formë ose tjetër bashkëpunojnë me Aliametin dhe me BDI-n. Pra, çdo kush qoftë nga Aleanca për shqiptarët apo nga subjekte tjera politike që don që në njëjtën kohë të bashkëpunojë edhe me BDI-n, në këtë rast me Aliametin, ai në një farë forme është i vetë përjashtuar nga Vleni. Koordinatori i grupit parlamentar të Frontit Evropian, Blerim Bexheti, përgënjeshtroi pretendimet e zëvendës kryeministrit Izzet Mexhiti se 3 ose 4 deputetë do ta braktisin Frontin Evropian dhe të bashkohen koalicionit Vlen. Në një intervistë televizive, Bexheti kërkoi që deputetët shqiptar të vetëdijsohen, të tërhiqen dhe të mos mbështesin veprimet e qeverisë që në parim, sipas tij, është anti-shqiptare. Në një prononcim për mediat, Bexheti tha se deri më sot zyrtarisht nuk kanë koalicion dhe as marrëveshje me Aleancën për shqiptarët e Arben Taravarit. Ditë më parë, zëvendës kryeministri Izzet Mexheti në prononcimet e fundit mediatike paralajmëroi për deputet nga Fronti Evropian që do të bashkohen grupit parlamentar të koalicionit Vlen. Drejtoria e doganave në Maqedoninë e Njeriut njoftoi për një shkallë serioze të kriminalitetit. Këtë vit në prokuroria janë paraqitur 41 kallëzime ndaj 32 personave juridik dhe 118 personave fizik për vepra penale të kryera me 140 automjete. Dëmi drejt për drejt i shkaktuar në buxhetin e Maqedonisë së Veriut përmes shmanges pagesës detyrimeve arrin në 14.7 milion denar ose rreth 239.000 euro, tha Boban Nikolovski, drejtori i drejtorisë së doganave. Për më tepër, në 5 raste gjatë kontrollit të mishit, doganierët kanë realizuar pagesa shtesë prej pothuajse 180.000 eurosh pasi importuesit e kishin tarifuar mishin me norma më të ulta doganore. 303 persona në 100.000 banor rrezikohen nga ajri ndotur në Shkup, ndërsa në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut rreth 1200 persona në vit vdesin si pasojë e ndotjes së ajrit. Sipas organizatës jo qeveritare O2, Maqedonia e Veriut thith ajër të pastër vetëm një muaj gjysmë në një vit. Në pjesën tjetër të vitit ajo përballet me grimca të larta PM2.5, ndërsa programet qeveritare për uljen e ndotjes së ajrit thonë se nuk kanë dhënë asnjë rezultat. Maqedonia është në krye të Europës për numrin e vdekjeve për shkak të ekspozimit të grimcave PM2.5. Statistikat thonë se 303 persona në 100.000 banor janë në rrezik. Në raport thuhet se 11.6% e vdekjeve të foshjeve në vend ndodh për shkak të ndotjes së ajrit. Shkupi, Kumanova, Tetova, Kavadari, Strumica u rënditë si qytetet më të ndotura. Britanikët zgjedhin Maqedoninë e Veriut për investime. Shkupi pranoi marrëveshjen me qeverinë britanike për partneritet strategjik dhe autorizoi zëvendës kryeministrin dhe ministrin e transportit Aleksandr Nikolovski ta nënshkruajë marrëveshjen në Londër. Kohëzgjata fillestare e marrëveshjes është 10 vjet me mundësi të zgjatjes, deklaroi ministri Nikolovski.
Projektet përfituese janë ndërtimi i kurudhës nga Tabanosi në Gjergjeli me një vlerë rreth 2 miliardë euro, ndërsa ndërtimi i spitali klinik në Shtip, fakultetit të mjekësisë në Shtip, konvikti studentor në Shtip, rindërtimi i plot i spitali klinik në Tetov dhe ndërtimi një spitali të ri me qendër shëndetësore në Kërçov ka një vlerë për rreth 200 milionë euro, deklaroi zëvendës kryeministri i Ministri i Transportit dhe Lidhjeve në Maqedoninë e Veriut, Aleksandar Nikolovski. Rajoni. Dështoi për të 19-ën herë konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Edhe në këtë seancë Partia Demokratike e Kosovës, LDK, Lista Serbe dhe Alanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma refuzuan të caktojnë një antar të komisionit për votim të fshehtë të kandidates së vetëvendosjes për kryetare të Kuvendit Albulena Axhiu. Ndonse në sallë ishin 109 deputet, në këtë komision votuan 54, një ishte kundër dhe pjesa tjetër nuk mori pjesë në votim. Kryetaria e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusare Lila sërish fajsoi opozitën për bllokimin e ngritjes së komisionit që do të japte rrugë votimit në seancë të kandidaturës së Albulena Axhiut për krye parlamentare. Natyrisht se ne jemi në krye të përgjegjësisë që e kemi marrë dhe ne po vime dhe po votojmë. Edhe po e shtyjmë një të drejtë kushtetuese që i takon grupit ton parlamentar. Po ju rekomandoj edhe një herë që të njëjtat pyetje t'ju bëni përfaqësuesve të partive që fare nuk po marrin pjesë në votim. T'ju pyetni apo lodheni të vini edhe të mos merrni pjesë në votim, se nuk e di cila është arsyeja që dikush të vinë në seancë konstituive e të mos marrë pjesë në votim. Ajo sqaroi sërish vendimin e gjykatës kushtetuese që i delegon shumicës në pushtet të drejtën për të zgjedhur kryetarin e kuvendit. Është e qartë se cila është procesi i konstituimit të kuvendit, qartësi e cila ka ardhur edhe një herë pas veprimeve dhe votimit që ka ndodhur me marrëveshje politike në vitin 2014, kur gjykata ka rrëzuar një kryetar kuvendi i cili është zgjedhur sipas marrëveshjes politike të atyre që kanë mundur ta bëjnë shumicën. Rrjedhimisht i është përcaktuar qartazi grupit më të madh parlamentar që e ka të drejtën dhe i takon kryetari i kuvendit. Do të thotë është hequr nga negocimi politik pozita e kryetarit të kuvendit. Kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në përfundim të dështimit të seancës së 19 akuzoi kryeministrin Elbi Kurti se po bashkëpunon me koalicionin Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut për të marrë vota. Ka angazhuar këtë Vlenin e Maqedonisë, besoni, në 10 njerëz të Vlenit të Maqedonisë, vinë prej Maqedonie me kontaktu Adem Hoxha në kërkesë të Albinit. Ky është Albin Kurti. Me marr votën për matutje. Ky është Albin Kurti. Në anë e ilçon sejmendet e tij me kritiku pse ai ka bashkëpunon me ne. Ka rrushe ka votu njerë për koalicionin e tij dhe kandidatit për president. Kjo është storia. Ndërsa nuk penguan akuzën e shefit të qeverisë se me veprimet dhe mosveprimet e tij po ndërmerr nisma që shkojnë në dobi të politikës së Serbisë dhe Rusisë. Ky njeri që kundërligjshëm shkon edhe në qeveri e çon dorën, nuk e intereson kjo pjesë, ka adhin e vet. Besoni këto dome që i bëhen në Kosovë që të mirë në Rusisë të Serbisë, kam thënë në kaluar, e dini. Nuk është arship që e kam thënë ashtu. Edhe situatën në veri e kem pas kryme rëndin dhe ligjin. Dhe dini ata që kanë qenë të ngjesh për rëndin dhe ligj e kanë pas lëshu Kosovën atë kohë. Pas që në rrugë dhe ne kemi pas proces mes për para progresiv. Kjo mund investim 25 vjeçare kthejnë foto për veti. Antari kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, Arben Mustafa, paralajmëroi edhe për një përshpejtim të rritjes së çmimeve të produkteve bazike teksa vetvendosje bllokon kuvendin dhe mban me forcë pushtetin qeveritar. Sipas tij të dhënat e muajit prill tregojnë për një rritje nga 10 deri në 16.4%. Në kohën kur partia që ka dalë para nga zgjedhjet e fundit ka vendosur që ta mbajë të bllokuar kuvendin e Kosovës dhe po ashtu po mban të uzurpuar pushtetin qeveritar pa asnjë vendim, pa asnjë aktivitet në të mirë të vendit. Ekonomia e Kosovës dhe qytetarët e saj sot po ballafaqohen me një rritje të shpejtë të çmimeve në produktet bazike. Deficiti tregtar i Kosovës po përkeçohet, përderisa bizneset po goditen rënd me masat për pengimin e tyre në furnizimin me energji në brendit të vendit. Mustafa tha se ekonomia e vendit po vazhdon të ballafaqohet me përkesim të mëtejshëm të deficitit tregtar si pasojë e rënies së eksporteve dhe rritjes së importeve, duke theksuar se vetëm në 3 muajt e parë të vitit ky deficit arriti në 1.4 miliard euro. Kosova ndalon përkohësisht importin e miqit të pulës dhe produkteve të tjera të shpendve nga Brazili. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njoftoi se kjo masë është ndërmarrë si përgjigje ndaj shpërthimit të gripit të shpendve H5N1 në një fermë komerciale në shtetin Rio Grande të Brazilit. Ky vendim synon të mbrojë shëndetin publik dhe të parandalojë përhapjen e mundshme të sëmundjes në territorin e Kosovës, thuhet në njoftimin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë.
Në të paralajmërohet se ndalimi do të mbetet në fuqi deri në një njoftim të dytë gjithmonë, duke u bazuar në situatën epidemiologjike në Brazil dhe rivlerësimin e rrezikut nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Duke filluar nga tetori 2025 do të fillojnë pagesat ndërkufitare në kuadër të skemës SEPA për individë e biznese ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Zëvendës guvernatorja e parë e Bankës së Shqipërisë, Ulrika Mingjozi, në intervistë televizive tha se brenda pak muajve nisin pagesat direkte me Europën. Ajo informoi se Shqipëria si pjesë e rajonit është bërë pjesë e sistemit përmes një kloni teknologjik të ofruar nga Banka e Italisë. Banka e Italisë ka nxjerrë një klon të këtij tipsit, një klon teknologjik, i cili është vënë në dispozicion të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për t'u lidhur në këtë sistem. Dhe kur ne të jemi të gjithë të ndërlidhur, dhe kur Banka Qendrore Europiane të shohë që ne jemi plotësisht në përputhje me ligjet dhe teknikalitetet e tyre, atëherë ne do të dalim nga ky klon i tipsit dhe do të hymë në tipsin normal. Sipas guvernatores së parë Mingjozi, pjesëmarrja në skemat e SEPA-s do të sjellë përfitime të ndjeshme për konsumatorit dhe biznesin shqiptar, përmes uljes së kostos së transfertave dhe zgjerimit të aktivitetit ekonomik. Por që në momentin e parë që ne do të fillojmë këtë proces, efektet e të qenit pjesë e Bashkësisë Europiane të pagesave do të duken në uljen e tarifave, në shpejtësinë e kryerjes së pagesave, në lehtësimin e pagesave, të cilat do të shpërkthehen në para. Nga ana tjetër, ajo vuri në dukje se futja në sistemin SEP dikonte në rritjen e besimit drejt sistemit bankar shqiptar. Pas përfundimit të procesit zgjedhor, kryeministri i Shqipërisë falenderoi strukturat e partisë për bashkëpunimin përmes rrjeteve sociale. Edi Rama e cilëson këtë betejë politike si një përvojë të parueshme dhe falenderon të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste për angazhimin e tyre dhe ata kandidatë që shkuan në zgjedhje përmes listës së hapur. Dua t'i përgëzoj shumë përzemërsisht të gjithë ata dhe ato që në fushën e hapur të betejës u përpoqen me të gjithë forcat e tyre dhe u bën fuqi e shtuar e Partisë Socialiste në çdo territor, thuhet mëtej në mesazh. Për ata që nuk mundën të bëjnë pjesë e legjislaturës së re, Rama tha se kontributi do të jetë i nevojshëm në sfidën për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar Dashamir Shej dhe kreu i djathtas 1912 Nkile Dalebej deklaronë se janë gati të marrin përgjegjësi, që nuk arritën të marrin dot asnjë mandat deputeti në zgjedhjet e 11 majit. Në një konferencë për media, Dashamir Shej tha se rezultati ishte poshtë pritshmërive të tyre. Sipas tij, Partia e Shtet vijon të jetë në qeveri, ndërsa shtoi se e vetmja gjë pozitive në këtë zgjedhje ishte fakti që disa parti të tjera morën mandat. Mund të kenë marrë dhe vota që i kemi pretenduar ne, por ti marrë, i kanë marrë ato, bravo i qoftë, edhe i urojmë punë të bardhë dhe shpresojmë që do jenë zot prodhojnë një sinergji më të madhe politike që ta hapin këtë hapësirë. Pjesa tjetër, e shikoni vetë, është vazhdim dhe konsolidim i pushtetit i Partisë Shtetës, me mjetet të reja, sigurisht më moderne, me financa më të mëdhaja, por ky është rezultat, ta thash, ne marrim përgjegjësitë tona në këtë mes. Për Ali Bejn, përgjegjësia duhet kërkohet tek vetvetja, pasi nuk krijuan besim tek njerëzit. Fakti është fakt. Rezultati që doli nga kutit, mirë apo keq, ai që doli nga kutit ishte poshtë pritshmërive tona. Do duhet ato ishte në plak. Ne duhet ta gjejmë, unë dua ta gjej përgjegjësinë së pari tek vetja. Do them tek vetja, tek hapësia jonë për të përcjell tezat, programin, qendrimet tona. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.